Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Përshëndetje Bujar, Përshëndetje. si je? Mirë, faleminderit. Si është BDI-ja? BDI-ja më e fortë se kur. Pse? Për shkak se gjithmonë BDI-ja ka konkuruar me premtimin. Ka pas oponent premtimin, ajo krahasimin. Okej. Për herë të parë njerëzit kanë mundësi të krahasojnë. Domethënë para 8 muajve këto thonin do e bëjmë ndryshimin, kur të vim ne do bëjmë çuditëra, ne kishim kryeministrin, ata do e binë kush e di kë për mbi kryeministrin. Ne kemi bë kaq punësime, ata do i rrisin punësimet. Ne kemi bë zonat ekonomike, ata do i shtojnë zonat ekonomike. Edhe njerëzit normalisht gjithmonë besojnë, shpresojnë për më mirë, secili është instinkt njerëzor që shpresojnë. Edhe ishte vështirë, ajo ishte betejë ndërmjet realitetit edhe abstraktës. Për herë të parë, njerëzit tash mund kjo fushat e ardhshme zgjedhore do jetë krahasim ndërmjet të BM-ave. Ata nuk do mund thonë ne do bëjmë. Krahasimi do jetë çfarë keni bërë ju, çfarë kemi bërë ne. Për shembull, lavdrimi më i madh i tyre në këto 9 muaj ka qenë se e paskan marrë drejtorinë e Filharmonisë. Okej. Para mendo, ne kemi kryeministrin e parë shqiptar, ata e kanë drejtorinë e Filharmonisë. E tash në zgjedhje këto do krahasohen. Jo premtimi dhe shpresa, po kryeministri dhe drejtori i Filharmonisë. Edhe prandaj mendoj që BDI është më e fortë se kur, për shkak se njerëzit e panë se një BDI është organizatë politike më e suksesshme në historinë e popullit shqiptar kudo në rajon. BDI e ka një jetin e mirë, jo gjithmonë i kanë dalë punë sipas një jetit, po ju e dini vetë, edhe në shtëpi tuaj kur bëni një plan të mirë, po nuk ju dalin rrethana si gjithmonë. Mirë po, në vija trasha, BDI asnjëherë nuk ka deviju. BDI ka një lider i cili nuk është kriju në sallone në zyra, është kriju në front luftës, i cili asnjëherë nuk ka deviju në pikpamjet në ideologjinë e tij, misionin e tij. Edhe njerëzit e shohin që vetëm te BDI mund të shohin mbështetje, rahati, siguri, parashikueshmëri. Kjo tjetra është improvizim, nënçmim, pa parashikueshmëri ditore. Me parashikim për zgjedhjet lokale, ndoshta edhe të parlamentare të parakohshme, si do të del rezultati me këto krahasime që i tregove? Mendoj që sipas meje është shumë e qartë. Çfarë krahasojmë? Krahasojmë shqiptarët zotën shtëpitë vet, që u bën pas shumë dekadave, edhe shqiptarët të përjashtuar, të marginalizuar, çiraxhi në shtëpitë vet ku askush nuk i bën hesab, nuk i bën llogari. E shihni takimin e djeshëm për shembull të liderëve, këta janë në margjina të procesit. Nuk i pyet askush për asgjë, janë nënçmu. Edhe unë prandaj shpesh kam filluar kohëve të fundit them misioni jonë është tash t'i bëjmë shqiptarët përsëri zotë në shtëpitë vet. Ky është dallimi. Edhe unë jam i sigurt se çdo shqiptar këtë vend ndihet i nënçmuar, ndihet i ofenduar se si mundet pas gjithë asaj përpjekje, pas gjithë asaj atij dinjiteti, atij vetbesimi që e kriju. Sot ti ke njerëz që ndihen e kanë rënd, flasin shqip në prezencë të kolegëve maqedona, se është krijuar atmosfera e tillë. Nuk e kemi pas ne kështu. Shqiptari u ndi në zyrët e institucionit, u ndi në shtëpitë vet. Fula e presidentit është në dy gjuhë. Merre te presidenti përbërjen e strukturës si ka qenë, te kryeministri, te institucionet, te ministria. Këtu tash çfarë po ndodh? Është qëllimi që të marginalizohen shqiptarët në një pakicë sikur si pakica të tjera. Unë nuk i nënvlerësoj pakicat tjera, për shkak se në demokracitë liberale individi është i rëndësishëm. Kushdo që tjetë, çdo individ ka drejtën. Çfarë do lloj backgroundi. Mirë po, në demokracitë konsenzuale, se ne jemi demokraci liberale, po e mbi ndërtuar me demokraci konsociative, ku dy komunitetet mëdha janë marrë vesh para 20 viteve, se ne nuk mund të vazhdojmë kështu, ju të na majorizoni, se ne nuk jemi pakicë këtu. Jemi autokton, nuk jemi të ardhën. Se unë i dëgjoj
nëpër rrjetet sociale komentet thot nëse duan shqip ne shkojnë në Shqipëri ose pse shqiptarët në Gjermani nuk kërkojnë gjuhën shqipe. Domethënë shihni logjikën. Ata ne na shohin si ardhacak. Ne jemi popull autokton, ne jemi popull 30%. Edhe ne 2001 kemi bën marrëveshje shoqërore. I japim dorën njëri tjetrit. Ne nuk mund të vazhdojmë kështu ku ju jeni dominues, ne jemi pakica edhe ju me votë na mbi votoni për gjithçka. Okej, e bëjmë marrëveshjen e Ohrit, marrëveshja e Ohrit do të thotë demokraci konsociative, konsenzuale, ku ne bashkë i bim vendimet. Edhe i ka da marrëveshja e Ohrit popullin Maqedonas si shumicë, popullin shqiptar si popull mbi 20%, edhe pakicat në 20%. Edhe marrëveshja ka qenë që Maqedonët dhe shqiptarët janë dy duart që e mbajnë me konsenzus vendimarrjen në shtet. Pakicat gjithashtu janë të rëndësishme pjesë e procesit dhe normalisht edhe ata janë pjesë e konsultimit dhe prandaj Badenteri kur është i definuar shumica e deputetëve jo shumicë. Okay. Që nuk kupton. Shqiptarët vendosin, po edhe ata mund të kontribojnë në shumicën e Badenterit. Nuk dua ta komplikoj si përgjigje, po dua të them që marrëveshja e Ohrit ka sjell demokracinë konsensuative ku Maqedonët dhe shqiptarët i bin vendimet bashkë. Ku gjuha maqedone dhe gjuha shqipe është gjuhë e barabartë. Ku ne ndajmë pushtetin edhe vendimarrjen politike bashkë. Këtu është ideja të derogohet e gjithë ajo, edhe shqiptarët të llogariten si pakicë te ata grupi i pakicave. E përsëris çdo herë e keni ndëgjuar kryeministrin në Washington kur e pyet gazetari thotë ju jeni demokraci multietnike. Ajo për t'i dhënë mundësi që të lëvdrohet. Edhe ki thotë po jemi demokraci multietnike, po jemi 2/3 Maqedonës dhe të tjerët, shqiptar, turq, rom, serb. Kjo logjika, koncepti i marrëveshjes tyne që e kanë bë Mickovski dhe Zaev në vitin 2022-2023 me ndërmjetësim të oligarkisë. Ata janë ul, edhe kanë thonë tash do e bëjmë këtë punë, se kjo po del prej kontrolle. Shqiptarët, përveç që politikisht u forcun shumë, morën kryeministrin, ministrin e jashtëm të financave, drejtori e kështu me radhë, kanë hyrë thot në dinamikat ekonomike. Njëri prej atyve në takim atje një oligark thot një opinionist fakt. Thot dola të blej banesën në Shkup, gjithë ndërtuesit ishin shqiptarë. Thot ata ndërtimtarinë e kanë marrë, po i morën edhe sektorët tjera, energjetikën, tjerat ne e humbëm shtetin. Me çfarë logjike llogaritën shqiptarë, si trupi huaj, jo si bashkëqytetar me cilën dojmë fatin, që jemi besatu për të mire për këtë që ndihmojmë një tjetrin. Edhe ata e nisin këtë betejë. Në fakt mirën vesh këtë takimin me dy liderëve, me ndërmjetësuesit, me oligarkët. Edhe thonë po si do e bëjmë këtë punë? BDI-n duhet ta dobësojmë, se BDI-ja është ajo që e ka faktorizuar. Na duhen shqiptar tjerë, sistemor, që dikur i kemi quajtur shqiptar ndershëm, nuk du të ofendoj, po hajt ta marr një fjalë më të butë, shqiptar të sistemit. Po si do e dobësojmë BDI? Dikush thot aty pa e dobësu Ali Ahmetin, pa e vra politikisht Ali Ahmetin, nuk mund të ta dobësojmë BDI. Pa e dobësu BDI, nuk mund t'i marginalizojmë shqiptarët. Edhe këtu arrihet marrëveshja. Një ata marrëveshjen mes veti për të mbrojnë një tjetrin. Çka do që të ndodh, ne e rujmë një tjetrin. Nuk do shohemi në publik, por do mbrojmë një tjetrin. Kurse e nisim planin fillimisht të etiketimit të Ali Ahmetit. Edhe këtu nis ajo betejë, nëse e keni vërejt, kjo betejë nis 2022-2023, pasi të arrihet kjo marrëveshje, që e kanë ndërmjetësuar 4-5 oligarkë kanë qenë pjesë e takimit, një opinion nis, nuk do të përmend emra tash. Edhe fillojnë Ali Ahmeti i korruptuar, Ali Ahmeti kjo, ajo. BDI-ja e korruptuar. Do të thonë, ata të cilët e kanë privatizuar krejt shtetin, duke i përjashtuar shqiptarët, tash e akuzojnë BDI-n për shkak se është pjesë e strategjisë. Qëllimi final i strategjisë është këta të vazhdojnë oligarkia të arrumë kapitalin e privatizuar, që është 100% e kanë privatizuar ata në mënyrë kriminale. Në 2,
partitë politike maqedone truajnë dominimin edhe mbrojtjen e ndërsjellë. Në 3 shqiptarët t'i shndrojnë në një pakicë ose ta humbin statusin shtetformues tyre. Edhe këto e bëjnë në 3 shtylla. Do shta e zgjati pak, po mendoj është me rëndësi me eksplikim. Edhe thonë, një herë do e rënojmë legitimitetin. Se përderisa shqiptarët vendosin kush do jetë në qeveri, ata do kenë gjithmonë ndikim. Okej. Ne duhet ta bëjmë që ne të vendosim. Si do vendosim nëse nuk varemi prej numrave të tyre? Si nuk do varemi prej numrave të tyre, nëse ne kemi marrëveshje që gjithmonë nëse njëra parti nuk i bën 61, tjetra parti maqedone t'ia siguron 61. Edhe e vëreni tash me këtë koalicionin e ri, znami pse është mrenda, për t'i bë 61 që mas njëherë mos të varen prej numrave tonë. Edhe e dyta, që mos t'jetë ligj që partia fituese të hynë qeveri. Po ata të zgjedhin shqiptarët e preferuar. Me këtë, ne e humbim ndikimin. Pse nuk e bëhet ligjin derisa ishim pushtet? Për shkak se është ligj amandamenti 6 i kushtetutës, që del prej marrëveshjes së Ohrit, thot përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk do të thot vetëm punësimet, do të thonë që edhe qeveria duhet të jetë e drejtë dhe adekuate. Çka do me thonë e drejtë dhe adekuate? Po jo taksativisht, nuk është e cekur atë. Po, as një stipulim ligjor kushtetues nuk është çështje interpretimi këtu. Që ja e dërguam në marrëveshjen e Ohrit te Paul Williams, eksperti më i madh të drejtës kushtetuese, të drejtës ndërkombëtare. Edhe ai me shkrim na e kthei. Amandamenti 6 i kushtetutës qartë flet se qeveria do të thotë jetë e drejtë dhe adekuate, që do të thotë me badenter. Do të thonë, ne mendojmë që është me ligj. E dyta, veç badenteri tregon që ti patjetër e ke ta kesh shumicën përfaqësuese në institucion. Do të thonë, ka 2 mekanizma që e bëjnë obligim ligjor punën e qeverisë me legitimitet. Do të thonë, kjo është shtylla e parë që e rënun, që nesër shqiptarët mos kenë ndikim, po ata t'i zgjedhin të preferuarit e tyre. Edhe kjo mund të ka pasoja tragjike për pozicionin tonë. E dyta, shtylla e dytë që ata e kanë planifikuar dhe e kanë realizuar këto tetë, është ta rënojnë badenterin dhe balanserin. Këto janë 2 vetot të cilët ne i kemi fituar. Se vetëm një popull që është shtetformues ka drejt veto. Okej. Si e kanë zgju badenterin? Gjykata kushtetuese, kur e shqyrton ligjin për gjuhën shqipe, që është i miratuar me badenter, dalin gjykatësit shqiptar dhe turk. Ata e vazhdojnë mbledhjen. Për ta shqyrtuar prezencën e tyre. pa prezencën e tyre. Në këtë moment, badenteri shndrohet në farsë. Do me thonë, nëse mundet gjykata kushtetuese të shqyrton ligjet që janë miratuar me badenter, pa prezencën e gjykatësve të atyre komuniteteve, të cilët e kanë votuar badenterin, kjo nuk kupton se badenteri është shndruar vetëm një farsë, sa ai nesër t'i rrëzon gjitha ligjet ti që i ke kalu me badenter. Badenteri bëhet vetëm ajde ta votojmë, ai t'i rrëzon nesër, s'ke badenter. Balanserin e rrëzon. Do të thonë 2 vetot, 1 legitimitetin, 2 vetot i rrëzon, kanë mbetë edhe një shtyllë për ta kompletuar projektin, gjuhën shqipe. Sa se gjuha është ajo që e bën një popull shtetformues. Edhe prandaj është iniciativa për cilën ne e kemi bërë si vit kuq. Pa u prek gjuha, Çka do bëhet? pa u prek gjuha, nuk ka më marrëveshje të Ohrit. Nuk ka më kuptim organizimi politik këtu. Edhe prandaj dua them se kjo nuk është lojë. U kemi thënë edhe të vlenit, u kemi dërguar edhe mesazhe nëpër kanaleve të ndryshme. Nuk është kjo më lojë partijake. Nuk është punë pushteti kjo. Është u derogu marrëveshja, se kur e dëgjoj njerëzit marrëveshja e Ohrit thotë ju edhe me atë marrëveshje. Marrëveshja e Ohrit është marrëveshje shqiptaro-maqedone se si do organizojmë pushtetin. Janë rregullat e lojës. E përmenda dikun, dini kur luni futboll, mund të lunë shteti më i madh në botë, me shtetin më të vogël, po janë prap 11 lojtarë. Nuk mundet ky pse është më i madh ti ketë 20 lojtarë ti kesh 5. Ose këti auti ti funksionoje, këti jo. Mirë është vesh, këto janë rregullat e lojës,
edhe në Maqedoni, ne jemi marrë vesh, pavarësisht kush sa përqind është këtu, rregullat e lojës janë të njëjta. Do jemi të barabartë në gjuhë, do jemi barabartë në vendimmarrje. Kur të prishën rregullat e lojës, ai nuk të pyet, ai ti vendon 20 lojtar lojë, ai ti thën komt në fush, ai e prek topin me dorë, se s'ka kush të mbron mo. Edhe prandaj ju kemi thënë Vlenit, kur të prishën rregullat e lojës, tash për shembull ndodhin konkurset në statistikë. Sipas plan programit për përfaqësim drejt, janë dashur të punësohen 10 shqiptarë. E dini si janë punësuar? 11 Maqedon, 0 shqiptar. Për shkak se s'ka rregullat lojës mo, topin e prekin me dorë futbollistët, ata që janë numër më të madh. Edhe prandaj kjo ftesë nuk është vetëm nuk po bën BDI-ja fushat për vete. Ku kemi thënë nuk hymne në këtë qeveri. Lirohuni. Po kjo është thirrje edhe te intelektualët. Nuk guxojnë intelektualët jenë të heshtun prapa këtij kthyrje të marrëveshjes bazike shqiptaro-maqedone, për të cilën është derdh gjak për të arritur deri aty. Faktori ndërkombëtar ka garantuar. NATO ka nënshkruar. Bashkimi Evropian ka nënshkruar. Edhe tash intelektualët shqiptar, universitetet tona, studentët, gazetarët, nuk mund të jenë të heshtur në këtë. Nuk është vetëm BDI-ja në këtë betejë. Se do na, e di si them, gjeneratat e reja, fëmijët tonë, do thonë, një gjenerat para jush i solli këto, ju ishit ata që i humbët. Edhe ti Venhar, edhe unë, nëse e lejojmë që të na ndodh kjo 20 vite pas marrëveshjes bazike për organizim të shtetit, të na bëhet kjo marrëveshja e re shoqërore që e ka nis Venko Filipshi me Mickovskin, ku ne jemi pakic, edhe fëmiu jot do të akuzon ty se ke leju, edhe mu se kam leju, edhe gjithë ata të cilët kemi pak vetdije politike dhe dashuri për këtë popull, për këtë komb, për vendin tonë këtë shtet. Mirë është mos lirohen shumë te pjesa e kritikave ndaj eksponentëve të Vlenit, se dikush mund të vijë te ju tash. Nëse dikush e ka kuptu mesazhin që ua kemi dërgu, o vëllezër, nuk është mo kjo betejë politike, janë duke na rënu të ardhmen. Nuk ja vlen të bëni pjesë e të kësaj trashëgimie. Fëmijët e juaj nesër do ju bëjnë me gisht. Do të turprohen që keni leju 3 shtyllat kryesore që dikush me xhak i ka pru të rënohen para syve tuaj vetëm për shkak një pozite ministri, një pozite drejtori. A ja vlen me u alon trashëgimi fëmijëve? Nëse dikush brenda aty reflekton, besoni që i do i bën nder. A do bashkangjihesh ju me një qeveri që kushtimisht do ta ktheni atë që është shku mbas për shqiptarët? Në këtë qeveri ne nuk hym, edhe ju kemi thënë Vlenit mos lirohuni, pse jeni friguaç, pse jeni heshtaç, nuk ju bën gjë Mickovski. Ju, po ku është problemi te ata? Problemi te ata është se kanë legitimitetin e popullit. Për shkak se ai kur ulet në tavolinë me partnerin e koalicionit, po e ngrejt e zërin pak, ai thot hesht se unë të kam zgjedhur, s'ka pru kushti këtu. Ti je preferenca ime. Kur ishim ne, jo pse ne ishim më të mençur, ishim më të mirë, po ne kishim vetbesimin se e kemi vullnetin e shumicës shqiptarëve, dhe ai kur thot kjo nuk mundet, u them fal, po nuk mundet edhe nga kjo anë, se unë nuk flas në emër tim këtu, flas në emër të popullit tim që mbri prapë. Edhe kjo është dallimi cilësor i një qeverie ku ke shqiptarë të cilët nuk kanë vullnetin e shqiptarëve, edhe aty ku e kanë vullnetin e shqiptarëve. Edhe është interesi secilit atje në fillim të thonë, po, BDI-ja mund të jetë më e keq. Mirë po ne nuk do lejojmë që Pallanceri të rënohet, Badenteri të rënohet, legitimiteti mos bëhet më kusht, edhe gjua shqipe të bie. Edhe ajo është vetmja mënyrë ata të shpëtojnë nga traumat që do i përjeton populli shqiptar nëse do lihet në fatin e mëshirës dhe në mungesë të rregullave të lojës. Arben Travari përmendi në emision javën e kaluar se ka komunikim me BDI-n edhe tha se krejt partitë e Vlenit, po edhe partitë tjera kanë komunikim me BDI-n. A është e vërtetë se keni komunikim me Arben Travarin dhe Aleancën?
që kanale komunikimi ka, unë kam qenë ministër me ministrat e Arvet Taravar, të Aleancës. Po. Edhe shoqëni nuk e humbi për shkak Njerëzore. dallimeve politike. Unë bisedoj me ish ministrat e Aleancës si me shokët e mi, Okej. për temat ndryshme, edhe u them, që i kam komunikime të telefon, u them, o vlla, nuk ja vlembe, nuk është punë BDI-je kjo. Se u a them jo para kamerave që dikush të më lëvdon për qëndrimet e mia. U a them në komunikim personal. Them, tregom a ja vlen të bësh pjesë, se ka aty t'jem të mirë, të cilët vërtet nuk duhet ta lejojnë veten që nesër historia t'i çunë se kanë legjitimu, kanë amnestu një projekt i dakordum për të na shëndru në pakicë të parëndësishme. Nuk dua asnjë pushtet, asgjë nëse nesër do m'bëjnë me gisht se unë kam amnestu, unë kam legjitimu hjekjen e balansusit, hjekjen e padentelit, hjekjen e gjuhës shqipe. Edhe kjo është ai komunikimi që e bëjmë, jo komunikim formal ku ka grupe pune, bisedojmë, por jemi vend i vogël. Kemi qenë bashkë qeveri me gjithë këta partitë në vlen, kanë qenë me BDI në koalicion. E dini, atëherë ishim shumë mirë, gjithë ishim Ali Ahmeti pas ka qenë i mirë, ne nuk e kemi ditë. Tash, Ali Ahmeti nuk. Krejt, po, që në kohën e kur janë qeveri. Bujar, më intereson për dy ish zyrtarët tuaj, për Kreshnikun dhe për Artan Grubin. A keni komunikim me Artan Grubin? Unë nuk kam personalisht, se vërtet nuk kam qasje komunikim. Ku është? Nuk e di, sinqerisht nuk e di. Shifni, për Artan Grubin mendoj që është herët t'ja japim vlerësinë, se aq shumë është bë zhurmë, është bë propagandë, që vetëm koha do i sqaron dhe do i kthjell të vërtetën mbi rolin e tij në qeveri, punën që e ka bë, po ndoshta edhe gabim nëse ka bë ndonjë gabim. Tash, çka do që të flasim, do jetë në ndikimin e asaj zhurme që është kriju edhe nuk do jetë e drejtë. Mendoj, ai tash nuk është më në institucione, nuk ka përgjegjësi publike, nuk është në politikë, vetë ka tregu që nuk është edhe në parti. Ta lejmë koha t'i kthjell, unë jam i sigurt se kur koha ti pastron mjegullën, nuk do jetë ashtu si. A mendon se do vijë atëherë dhe do përballet me atë që ai thotë se është e vërteta, se nuk është e Që vërtetë? secili e meriton të ketë mundësi të përballet, edhe të tregon të vërtetën e vet. Unë nuk du të paragjykoj. Nuk jam as prokuror, as gjykatës. Po ja si njeri po them që nuk është tash koha për dhënë vlerësime për shkak se zhurma, propaganda, mjegulla është aq e madhe që janë subjektive vlerësime. Te Kreshniku është puna shumë e pastër, për shkak se është i paraburgosur politik. Ktu dihet qartë, se s'ka logjika. Këta që kanë qenë përgjegjës një vit për ta parandaluar, i keni parë këto emisionet investigative që tregojnë se atje është Janë thirrë të gjitha rregullat e mundshme që dashur të jetë. Aty është renovu objekti, edhe askush nuk e ka pa që objekti nuk ka licencë një vjet. Aty janë organizu festat partijake çdo ditë, e gjithë partia i ka bë këto Komicki Sredbi, i ka bë në atë objekt. Edhe ata se kanë ditë që s'ka licencë. Fëmijët mitur i ke pas çdo mbrëmje aty. Atje janë shit mjete narkotike. Këto e tregojnë policia ka dërgu letra deri te ata të cilët që kanë qenë përgjegjës, se duhet mbyllet ky objekt. Edhe tash ata janë që udhëheqin procesin. Kreshnik Bekteshi që është një vjet nuk është ministër, që vetë ministri aktual thot nuk ka kompetencë Ministria e Ekonomisë. Po, Kreshnik Bekteshi nuk ka qenë në Koçanin jetën e tij. As nuk e di, unë e di ditën e parë kur dolën se 9 ora në mëngjes, pasi ndodhi tragjedia. Domethënë, njerëzit nuk e dinin se ka ndodhur tragjedia. Se lajmet e para apo zgjoheshin prej xhumit, ishte e diell. Ishte Ramazan, ishte e diell edhe njerëzit zgjoheshin prej në orën 9. Një portal del thot fajin e ka një ministër i BDI-s. Edhe unë e thiri Kreshniku zinte gjatë çka është ajo puls, ai nuk e ka dëgjuar në jetën e tij atë bar, që në fakt edhe lejen e ka pas për kabare,
a funksionon si klub Diskotek. diskotek. Pastaj atje leje tipen çdo vjet. Çdo vjet nis prej fillimit. Pas Kreshnikut janë dhënë 2-3 leje tjera që nuk i kanë shkruajtur Kreshnikut. Po edhe pas lejeve s'ka pas një vjet leje. Po edhe leja e falsifikuar ka skaduar 3 ditë para tragjedisë. Do të thonë, me çdo njeri që kemi folë, thotë kjo është karikatura më e madhe juridike që Aksioni juaj për ta, cili është lëvizja juaj për ta shpëtuar Kreshnikun? Ne shpresojmë, nuk mendojmë që kjo betejë duhet të jetë politike. Ajo është paraburgosur politik në fakt. Mirë po, jam i sigurt që prokuroria nuk do lejon të degradohet deri atë nivel që të lejon që partia të bëhet prokuror, partia të bëhet gjykatës, partia të bëhet hetues. Si ju e shihni, është kryeministri që del dhe ka përveshje sipas ligjit të tij, domethënë jo ligji i shtetit më, po është ligji i kryeministrit. Kjo është e drejtë selektive. Nuk çdo veprim prej tafshetutje, prej momentit kur është marrë Kreshniku, çdo veprim i këtij pushteti dhe i këtij gjyqësori është pa jo kredibil më. Ata mund në rrugë të gjejnë një hajdut, nuk ju beson kush më, se e kanë humbur kredibilitetin, se është aq bardhëzik kjo situatë. Këta të cilët kanë qenë përgjegjës për ta penguar tragjedi, dalin dhe shesin qallëm në preskonferenca çdo ditë. Kreshniku që s'ka qenë jetën e tij në Koçan, mbahet sot në qeli atje. Krejt to që i përmende, duke fillu prej rolit të VMRO-s së Hristian Mickovskit në trajtimin e shqiptarëve dhe partnerit shqiptar, por edhe këto lidhur me Kreshnikun edhe çështje tjera, a ju jep hapësirë juve për të bënë të ardhmen një koalicion qeveritar, kurdo që të jetë? Nuk është me rëndësi kush është partneri i koalicionit, është me rëndësi a ke ti legitimitet prej popullit shqiptar. Kjo është ajo që ne e themi në vazhdimsi, se na thonë ju keni qenë me VMRO-n. Ne kemi qenë me VMRO-n, po ne kemi qenë si përfaqësues i shqiptarëve dhe mu fare nuk e kam dert kush i përfaqëson maqedonasit në anën tjetër të tavolinës. Problemi është këtu, kur ti je i preferuar, kur ti tenton të krijojsh parti ideologjike, se ke realisht mbas informacioneve tona 3 parti në Vlen janë shkrinë në VMRO. Ajo që quhet LEN, janë shkrinë në VMRO. Ata bëjnë zëdhënësin e VMRO-s, paramendoni logjikën. Del ministri i mbrendshëm edhe flet për tragjedin Koçani, dalin këta e mbrojnë ministrin e mbrendshëm. VMRO-ja, znami nuk e mbron ministrin e mbrendshëm, se është përgjegjësia morale o problematike. Dalin këta e mbrojnë. Dalin dje me kumtesën më idiotike në historinë e komunikimit publik. Thëjnë tarifat i ka vendos presidenti Trump maqenis 33%. Për personat non grata. Për personat non grata. Einstein i ka thënë janë 2 gjëra të cilët janë të pakufishme, universi dhe marrëzia, për universin nuk jam i sigurt. Thjesht ajo tregon nivelin e degradimit intelektual, e papërgatitjes profesionale, mosnjohjes së rrjedhave ndërkombëtare, vendimeve si pijet. Ata janë shndruar në zëdhënës, por e kanë shansin e fundit që fillimisht reflektojnë brenda vetes. Thonë, nuk ja vlen të mbahemi në mend në histori si shqiptarët e ndershëm që kanë legjitimu të keqen më të madhe, degradimin e statusit ton shtetformues një pakice. Nëse tash vendosin dhe dalin, do e shpëtojnë ftyrën e vet, do e shpëtojnë emrin e vet. ABDI nuk do t'ju rrim mbrapa për të kërcënuar pozicionin e tyre. Nuk do t'ju rrim mbrapa. Kjo është porosia më vllazërore e mundshme. Nuk rrim ne mbrapa kapixhikit për t'u adopsuar aty në pozitave. Let reflektojnë, nëse dalin edhe thojnë publikisht, mirë është që hiqet Ballanseri, mirë është që hiqet Badenteri, mirë është që hiqet Gjuha, mirë është që shndrohemi në pakic, as nuk do komentoj. Le të vlerëson popullin fundit. Zgjedhjet janë para derës. Po koha është mos ta lejmë se kam frikë se do bëhet vonë. Kam frikë se do bëhet vonë se pastaj ne në 10 vitet e ardhshme, në vend se me ecë para, do duhet t'i korrigjojmë domet e këtyre 10 muajve. Edhe kjo ne do ecim në vend numëro, do jemi në vazhdimsi,
duke ecë një hap para, dy mbrapa, një hap para, dy mbrapa. Ta kumban fjalën se jemi sakt në kohë, një pyetje shkurt. Po. Kandidat për komunën e Çajirit a do jesh? Nuk e di, Benar, sinqerisht nuk e di. Ne jemi të koncentruar tash ta shohim a do ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Unë mendoj që pas Gjithë këtyre. gjithë kësaj mungesës legitimitetit, mënyrës funksionimit të qeverisë, marginalizimit të shqiptarëve, tragjedisë në Koçani, nuk ka logjik tjetër përveç se zgjedhjet e parakohshme. Vetëm ajo do e kthen shpresën edhe. E shihni, është blloku integrimi evropian. Na kanë fut në grup me Serbinë, me Kinën. Nuk është mesazh i rastësishëm. Ju e kishit atë grupin që bëni marrëveshje për mbrojtje Kosova, Shqipëria dhe Kroacia. Po. Trijat kanë tarifa t'ulta, Maqedonia, Serbia, Kina, Bosnia kanë 40%. Mendoni se të rastësishme janë këto mesazhe? Edhe vetëm zgjedhjet parakohshme do i hapin shpresën, për shkak se për herë të parë pas 20 viteve do kemi 4 vjet pas një parë zgjedhje. Se nëse i merrti në 20 vitet e fundit, çdo vit ne kemi zgjedhje, ose lokale, ose parlamentare, ose prezidenciale, ose referendum. Zgjedhjet i marrin 6 muaj të vitit i ketë humbuna. 3 para, 3 mbas. 3 para, 3 mbas. Politikanët nuk marrin vendime se në fushat duhesh të jesh pak më i kujdesshëm, edhe aty s'ka as reformë, s'ka as vendime që ecin përpara. E këtu do i kemi për herë të parë 4 vite pas zgjedhje, edhe pastaj 3 zgjedhje në një ditë, që edhe financiarisht do jetë më mirë për shtetin nëse i bën një harxhim, 3 dorsma me një harxhim, duhet të thënë, në këtë drejtim. Ashtu që të presim, do e shohim. Çajirin mendoj nuk du ta nënçmoj si betejë, mirë po aq dëm i është bë komunës. Aq është e pamundshme të jetohet aty më. Aq është bë kaos urban, mungesë parkingeve, pa pastërti. Vërtet njerëzit kanë frikë të dalin të ecin në këmbë prej një pike në pikë tjetër. Se s'ke ku ecni. Duhesh të ecish në rrugë ku kalojnë vetura, për shkak se në trotuar janë të parkuara vetura. Për shkak se është rrezik njerëzit vriten. I ke pa trit vriten në Çajir. A jeni bashkëfajtohen në këtë ngjarje? Krejt to ngjarjet e Çajirit lidhur me rrugat, me vrasit, me. Shif, unë kam qenë për shembull shef shtabi i Visarganiut në vitin 2017. Ka qenë i ri, nuk e kemi njoft. Prej ditës që ajo është emëruar kryetar komunë. Prej ditës kur kam përfundu votimet, unë zyrë e ty nuk kam hy. Nuk kam hy në zyrë e ty, asë një herë, që do thotë se nuk kam ndiku në politikat e ty. Unë kam ndihmu për një ide, po pastaj mënyrën se si ti ke vepru për ta shndru Çajirin në vend pa banueshëm, ku njerëzit vriten për shkak mungesës parkingjeve, për shkak kaosit, ato ta mbajnë ato që. Se unë s'kam qenë zyrët tënde. Unë s'kam thirrë në telefon me të dhënë një këshill, një kahje ose një orientim ose një kërkesë. Edhe mund të del secili, edhe thotë sa kam ndërhyr unë ndonjëherë në cilën do politikë të Çajirit. Prandaj mendoj që është vërtet nevoja për ta ndalë. 20 vite është e njëjta strukturë që udhëheq Çajirin. Ata kanë humbë më orientimin me Çajirin. Ata e shohin tash Çajirin vetëm si një mundësi për të dikush e përmendi, kishte reaguar një organizatë shtetare, thotë po më ndodh një tragjedi në Çajir si kjo e Koçanit, me u ndez një ndërtesë. E dini që shumica prej atyre nuk kanë as kushte, as standarde bazike, as leje nuk kanë, as leje ndërtimi nuk kanë. Edhe prandaj unë këtu mendoj që edhe për ata është mirë që tërhiqen prej Çajirit. 20 vite janë aty, nuk kanë më as ide, e kanë ngulfat, edhe të lënë një fryme të re që sado kudo do mundohet ta ndalë këtë degradim edhe të jep një kahje. Por mua sinqerisht nuk e di si do jenë rrethanat. Po nuk jam unë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm bëhet një lëvizje në Çajir, beteja për ta bërë ndryshimin nuk duhet të jetë e BDI-s vetëm. Duhet të jetë lëvizje gjithë popullore. Këtu pres intelektualet, këtu pres studentët, punëtorët e profesioneve të ndryshme, qytetarët, thonë nuk mundet,
20 vjet u alam mundësinë në çajir të bëni diçka, ja ku na keni sjell këtë drejgje. Edhe prandaj do them, ata nuk do ballafaqohen me BDI-n në këto zgjedhje, do ballafaqohen me qytetarin. Unë shpresoj që fushata do jetë dinjitoze, edhe do mbrim të debatojmë mbi politikët. Jo mbi njerëzit, jo mbi kërcënimet që u bëhen njerëzve çdo ditë, jo mbi shantazhimet, po do ulemi, do të bisedojmë qartë para njerëzve për politikët. Këto politika janë të gabuara, këto politika janë më të mira, ta ngritim nivelin e debatit. Për atë kam krijuar shkollën politike, që edhe janë paraqit mbi 200 Bujara të ri. Jo bujara të ri, po njerëz të cilët vërtet politikën duhet ta shohin si debat për politikë, për ide. Dini atë shprehjen e thashë edhe dikun tjetër, kokat e mëdha flasin për ide, kokat e mesme flasin për njerëz, kokat e vogla flasin kokat e mesme për ngjarje, kokat e vogla për njerëz. Këtu te ne politika është bë për njerëz. Ne dalim e shohim balansusin, ai del e shon atë që e jep deklaratën. Nuk flet për temën për cilën ai e ka ngrit, po del thotë ti je kështu, ti je ashtu. Ti je listë zezë. O zotni, a mund ne debatojmë për idet? A mund ne ta ngritim pak nivelin? Se do i bëjmë der popullit, do i bëjmë der kombit, shtetit. Edhe jam duke tentu, e keni vërejt, unë nuk përmendi emra, nuk akuzoj asnjëherë njerëz. Duhet flas për ide dhe duhet të ndihmoj të krijohet një gjenerat e politikanëve të cilët do të garojnë me ide. Edhe pasi debatojnë, të përshëndeten, të folin, të bëjnë muhabet sikur asgjë nuk ka nevojë hasmëri ndërpersonale. Nëse ideja ime është më e mirë se jotja, unë do të garoj që të fiton ideja ime që të jetë shërbim të njerëzve. Po kjo nuk do të thotë se ne duhet të vritemi mes vete. Bota perëndimore ka mbri, veçanërisht bota evropiane ka mbri këtë nivel debati, edhe shpresoj do e mbrim edhe ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ty. Graci, respekt. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga